se kjo qeveri e ka Shkodrën si që ka në fakt gjitha bashkitë e tjera, por një prioritet të vetin themelor, 1.3 miliard euro të investuara në Shkodër nga qeverit tona në këto vite. Dhe 1.3 miliard euro është disa fish më e madh që se gjithë buxheti juaj i investimeve në infrastrukturë. Për 8 vite që ju dhe i zotëria që iku qeverisë të vendit. Por ne nuk krahasohemi asnjëherë me ju. Kur? Sepse ne krahasohemi veç se me veten tonë. Mjaftuan këto 3 vite të para të besimit që Shkodra i dha Partisë Socialiste për të kuptuar se si ishte marrë peng ajo bashki.